mrapa që ajo deklarata e Zotit Peci, se ministër nuk është... Ajo ke për mu? Po s'ka lidhe, që ka ke për ty? Po s'ka ka lidhe. Përkon është deklarat publike që ka bo një njeri cili është deputet, se ministër nuk është. Ta, në detyrë. Edhe ajo është pikpyetja është asë është dhe deputet, po kjo të regon so skandalozion një, edhe dyta që para 3-4 ditësh refuzojshin raportin e reporterëve pa kufi, e kjo dëshmon të kundërtën me njerë, që do me thonë çdo kush këtë vend që kritikon këta, që i nxen hajni, këta kanë me shantazhu, kanë me denigru, kanë me kërcënu. More, o Dardana, apo vetë s'po më kupton. Po mirë, Ermal, unë e minutin, da më du me shkutu. S'po më kupton, po pret. Nuk e kritikun kë që i kanë zonë. Më kritikoj mu që e kom thirë. Kënë? Lirini. Aty pas ka po mirë. Të gëzohë është të di. Ta shtajtë president jatë problemi është këtu. Rolin që me kushtetute ka, ja kishtë donë këtë mundësi. Po mënyrën se si e ka lujtë kjo rolin e presidentës, si presidente, dyshoj që mënët me lujtë këtë rol, sepse deri vonë nuk ka qenë Vjosa Osmani presidente gjithë qytetarëve të Kosovës, ka qenë presidente një grupi politik. Edhe i ka mbyllë sytë para sa shkeljeve kushtetuse, nuk ka reagu kur, ka bo veç shkelje me largimin e shefës të KQZ-s në atë kohë Valdete Dakajt, e tjera, prandaj frigohem që nuk e ka atë autoritet në kuptim të saj si person, sepse si institucion kish me pas, edhe definitivisht kjo është vjenë një kohë, kur mendoj që LDK-ja ka bo një hap, një përgjigje kogja briljante mendoj unë, ndaj ati kurthës që tentoj me qitë zoti Kurthi. Kurthi? Po, edhe përgjigja ishte ajo më adekuatja që mund të merë dikush si aj, nëse janë përzidhje të ngërqit, që kur zidhja, një përzidhje të mund shme pra, që kërkan kompromis nga gjithë, e ju vetëm, si që po e kërkan vetëvendosja, kompromis të tjerëve ndaj vetëvendosis. Dhe më nërta e qesin një kandidatet që e 12-13 herë, që e di që nuk ka mund votu, edhe kërkojnë kompromis, a i nuk është kompromis, a e shantazhim, pra nuk e shoh, zgjidhja vetme, këtu është që partitë cilat kanë luftu në fushat elektorale për rrëzimin e kurtit, bëhen bashkë dhe të gjejnë mundësinë e krijimit të qeverisë, mendoj që tash përfundimisht janë pje kushtet që kjo punë të bëhet. Nëse kjo ftesë që ka bërë zoti Abdigjiku nuk e merr vetëvendosja, shpresoj dhe besoj që partitë tjera do të marrin si ftesë që të ulen të bisedojnë mundësinë e formimit të një qeverie pa vetëvendosje, nëse pa ata të vetëvendosje që nuk dojnë të bashkangjitë, nëse ashtu si që vetëvendosja mendon që ka njerëz jashtë ta vetëvendosje që kishin me votu një qeveri të vës, e cilët të pushin që nuk janë, mund të shpresohet që ka njerëz në vetëvendosje të cilët përfundimisht e kanë kuptu që Albin Kurti e Albulena Azhiu e individ të tjerë si këta nuk e kanë as për vend, as për vëvën, e kanë pikë për veti. Albulena Azhiu është një zonë një ndërruar. është për ty. Kur gjujtë Gaza, mas për ty. Ma që i gëdha Glau Kunjufca.